Sekretet e shërbimit sekret. Edhe na është emri, shërbimi sekret. Kjo skuadër agjendësh elitar, të ngarkuar me detyrën për të mbrojtur presidentin e Shteteve të Bashkuara, nuk tregon shumë. Për fat të mirë, ne kemi vënë njerëzit tanë më të mirë në këtë rast, dhe kemi zbuluar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Le të gërmojmë thellë në një botë me syze të errta, shprehje të padepërtueshme dhe teknologji, që do ta bënte James Bondin të gëlltiste pështymën. Këto janë sekretet tona kryesore që shërbimi sekret nuk dëshiron që ju t'i dini. Zyrat sekrete. Në East Street në Washington DC ka një ndërtesë 9-katëshe me pamje të mërzitshme, me tulla ngjyrë kafe, pa emër. Është e paqartë sa që mund kalosh pranë saj dhe as të mos e dish se është aty. Çfarë është kjo ndërtesë anonime? Përselia e shërbimit sekret. Askush nuk di shumë për atë që ka brenda, por mendohet se ka shumë armatime dhe një qendër të përbashkët operacionesh. Megjithatë, shumica e punës së shërbimit sekret kryhet në shtëpinë e bardhë, ndoshta ndërtesa më e mbrojtur në tokë. Për shembull, ka raketa kundërajrore në lëndinën e përparme, software të njohjes biometrike që kontrollon hyrjen në dyer, dhe një bunker plotësisht i pajisur për fundin e botës, ku presidenti mund të fshihet kur gjërat vërtet këqija të ndodhin. Shtëpia e bardhë është projektuar si një qep me shtresa mbrojtëse. Perimetri i saj jashtë mëruhet nga agent special dhe skuadra